por aty nuk ka sinqeritet në qasjen ndaj krahut të luftës. Dhe kjo duket e qartë, edhe në mbështetjen me avokat, me financa, me gjitha çështjet e tjera, në qoftë se Kroacia dhe disa vende tjera kanë financuar dhe kanë mbështetur liderët e tyre politik, pavarësisht akuzave, Kosova është mbrapa në këtë çështje, përkundrazi ka patur heshtje. Jo, Kosova s'ka pagu lekët e avokatëve. As para për avokatët s'ka pagu. Dhe kërkesave të tyre për mbrojtje, për të paktën për pjesën ku atakohet UÇK dhe imazhi i Kosovës, qeveria e Kosovës, parlamenti dhe presidenca duhet ishin aktive dhe nuk duhet prisin që të lëshoshin sinjale nga Tirana apo nga vendet tjera apo nga diaspora. Duhet vetë ata të bënë këtë gjë. E dyta, duket që politikisht ati intereson që ata të jenë duar lidhur aty ku janë dhe të merret me këtë pjesën tjetër me një opozitë që për cilën nuk flasim, që është amorfe dhe nuk po gjen dot rrugën, ka humbur rrugën në borë, si thohet në Kosovë, nuk po gjen dot rrugën e daljes dhe nëse do ishte që të kthehet Thaçi teorikisht, ne kemi rikthimin e zotit Haradinaj, i cili doli triumfator nga Haga, por politikisht nuk arriti do të rritet aq sa duhet të rritej. Pra, nuk është e thënë që të vinë ato nga Haga dhe mund të ketë një rritje politike. Problemi është shumë më i thellë se sa kaq dhe kur Kosova dhe vetë zoti Thaçi ndërmori iniciativën dhe kam përshtypjen ke qenë deputet atëherë, kur ndërmori iniciativën për të ndryshuar, për ta shkrirë gjykatën e Hagës, madje i dërgoi një letër presidentit amerikan dhe përgjigjja ishte që ju erdhi ambasadori amerikan në parlament dhe tha ju po na ngulin një thik mas shpine dhe nuk u lejua. Tani janë disa çështje që janë përtej Kosovës dhe pikpyetja është, a ju intereson edhe atyre që janë në Hag sot që kjo të mbyllet me vendim politik, apo ju intereson që kjo mbështetje, kjo mbrojtje që po ju bëhet me James Rubin dhe të tjerë, mund të çojnë një pafajësi, marrin një pafajësie nga ajo gjykatë, të cilën ne e paragjykojmë dhe gjykojmë dhe mund të kemi shumë arsye për gjykojmë. Jo, ne po e gjykojmë, jo paragjykojmë, po flasim për fakte. Arben, nëse është e vërtet ajo që tha Thaçi në seancën pak ditë më parë, që ky prokuror i çështjes që ka fshehur dhe si gardian burgu dhe i ka dëgjuar këta, i ka përgjuar këta në Sheli, dhe ky pastaj shfaqet si prokuror dhe i akuzon për kërcënim dëshmitarësh apo prirje dëshmirës e tjerë, këtu pastaj flasim që nëse është e vërtetë tash, ajo që thot Thaçi dhe ai deri diku e pranoi prokurori, po jo kam qenë aty, po nuk kam qenë rrojë etj etj. Këtu flasim pastaj që është nuk po hy në labirintin e gjithë. Është më paragjykim. Mund të diskutojë shumë gjatë. Për mua më mirë do të ishte që në fund të procesit këta të fitojnë pavarësinë. Sigurisht. Edhe të themi pa mund ndot me një proces i cili duket i kjo është një pikpyetje sepse tani stisur pak janë imediate. Ka dalë në skenë edhe një përplasje europiane amerikane lidhur me këtë gjykatë. Dhe unë nuk e di se sa politike dhe sa presion politik po ushtrohet dhe do të ushtrohet në vijim nga të dy anët dhe sa do të jenë në gjendje ato gjyqtarë dhe prokuror, të cilët unë po i ndiqja sot, po ndiqja përgjigjet e James Rubin dhe ato pyetjet me detaje aq ordinere, për shembull, që ishin fare pjesë e procesit, vërtet të bëjnë nervoz. Çfarë duhet të pyesësh ti James Rubin se a fliste Adem Demaçi me një komandant të zonës etj. A duhet ta dinte James Rubin atje në Washington që ky po fliste me Sokol Ballën apo jo. Pra, i gjithë ai proces më duket një monstruozitet i madh dhe kam drojën të shoh se si do të vijojë më tutje, sepse në bazë të agjendës që kanë kjo gjykatë deri në dhjetor mbyllet themi të gjitha diskutimet e mbrojtjes, dëshmitarëve, dhe prej në dhjetor e tutje do të jetë faza më delikate. Por mos harrojmë, në dhjetor kemi kaluar zgjedhjet lokale në Kosovë, kemi rezultatet e para dhe do të kemi sigurisht e përmendi zoti Abazi që do të kemi një hapje drejt zgjedhjeve të parakohshme. Nuk ka rrugë tjetër.